Në redaksinë e CNA ka ardhur një denoncim nga fshati Muhur në Dibër. Denoncimi ka të bëjë me gjendjen e urës së fshatit mbi lumin Drin, e cila paraqet një rrezik për banorët e zonës për shkak të gërryerjes së lumit. Siç mund të shihet edhe nga pamjet, këmbët e urës kanë dalë në sipërfaqe të ujit për shkak të gërryerjes pa kriter të lumit. Kjo gjendje rrezikon deri në shëmbje të urës dhe të rrugës. Gërmimet në shtratin e lumit Drin sipas denoncimit bëhen nga një gurore e ndodhur në fshat. Banorët e fshatit si dhe drejtuesit e mjeteve të transportit publik e kanë shprehur shqetësimin e tyre për gjendjen e urës dhe rrezikun që ajo sjell dhe në institucionet vendore, por nuk kanë marrë asnjë reagim. Madje sipas denoncuesit, njëri prej banorëve është kërcënuar me jetë nga pronarët e gurores pas ankesës së bërë në institucionet vendore. Banorët e fshatit shprehen se kjo zonë frekuentohet edhe nga turistë të shumt për të bërë kamping apo guida turistike të ndryshme. Gjendja e amortizuar e urës dhe rreziku për shëmbjen e rrugës bën që edhe turistët mos të shkojnë më në fshatin Muhur të Dibrës. Drejtuesit e mjeteve të transportit publik, si dhe banorët e fshatit Muhur, bëjnë apel për ndërhyrje nga autoritetet vendore të Bashkisë Peshkopi, si dhe nga autoritetet qendrore për të parandaluar këtë masakër natyrore që po ndodh në lumin Drin. Ata shprehen se ndihen të rrezikuar nga marrja e inerteve në lumin Drin.